Kurti është ka dënë me na që zgjedhje dhe realisht zgjedhje po na qënë. Edhe ne i kësha thënë presidentës fare mos im lënë në nënshkrimet, që është veç me të vënu, me të poshnu, me të qitë në peshore. Kjo skenari i Kurtit, pra një degradimi i matejmi i vjoshës, është mirë ashtet me spjegue pak a shumë rëndësinë e procesit, edhe pse nuk ju ka du me ika asni përgjigje ty, po du me të regu diçka. Vjosha Osmani, presidentja e sotme, është kontribuse shumë e madhe e votave, e përqindjes, së vetë vendosjes. Që shedim falë edhe vjoshës. Ta shkufti si kur për thot i bona 51 pa ty? Jo, të lutem, vetëm pak. Ta sarojmë na, edhe në fund, nëse ka diçka, prapë për e diskutojmë. Ajo është investuese e madhe në rezultatin e VV-s. Si individ, po se po, si politikane, po pastaj edhe si strukturë. Një strukturë e dikushme që ma vonë edhe i dha një emër veti, politik, si Guxha, janë njerë që ju kanë bashku vetë vendosjes, edhe një strukturë e madhe i SLDK-s, paka shumë me ndryshë thonë me argumentin e vjoshës. Është vërtet që vjoshës ka garu tani në listën e VV-s, po këtë investimi politik i vjoshës, i mbetur në VV, i mbetur, e ka ndihmu VV-n edhe Kurtin me arrit në 51. Ashtë është një problem. Për shamu Kurti, pasi e ka marrë këtë investim disa vjeqarë të vjoshës, nuk po dëshiron me hargju kur gjo që ka arritaj, po 51% e vetaj, edhe qeverin nuk po do me hargju kur gjo për situatën me vjoshën. Problemi është se si parti politike, ne nuk kemi përball vjoshës dhe kemi vota për vjoshën. Po të regoj, vish po e sharoj. Ne kemi përball nesh një strukturë politike e cila kur e ka fitu një 51%, në zhjetë që dim që e fitoj, se shkepi 100 milion euro në përgjërë logarit njerëzve, tani me atë 51%, kjo strukturë politike, po dëshiron që çmimin për president me pagu humsit. Edhe i kalon ashtu në si me thonë, pritje për të kënë edhe kënë akën, nëse ju se votoni, ju qëjnë zgjedhje. Pra, Kurti, realisht, këtë që i ka marrë për i vjoshës, farës po e investon për vjoshën, edhe nëse e qëtë, ka me qitë veç me na qunë zgjedhje, edhe bire i kësha thonë... Do shta s'ka nevoj zote Aradina, se po e dim frikën e opozitës. Një ga, a i ka mujtë mi trajtu opozitën, si duhet, për të kënë, edhe të kënë, se ju i kini deklaratat e zote Homsa, ka unë jemi të interesu me i diskutu krimin e insioneve. E ka thonë studio, e ka thonë edhe Abdigjiku, jenë kont hapun me diskutu. Qa ka ndodhë, ju lutem, Kurti është ka dënë me na që zgjedhje dhe realisht zgjedhje po na qënë, edhe ne i kësha thënë presidentës fare mos im lënë në nënshkrimet, që është veç me të vënu, me të poshnu, me të qitë në peshore, pra Kurti është ka jalun lojën asaj, për shkak se ati për i dhimet, qka të kohë që e kam rri, e suksesit për është të një mendimin e vjoshës, për i dhimet me aktu i vjoshë qoftë edhe 1% për presidentin, dhe a i s'po ka në një mshirë realisht politike ndaj askuj tjetër, se po do një kontrol plot aj edhe vetëm aj, edhe kjo është situata në Kosovë, pra ne jemi në zgjedhje, ju lutem. Kush se shet që jemi në zgjedhje, do të ta kuptojnë që vendi është në zgjedhje. Ju po thoni që zgjedhje do të ketë, sepse nuk do të ketë mundësi mu zgjedhë presidentin. Kjo është skenari i Kurtit, pra një degradimi i matejmi i vjoshës, në maksimum ka me degradu, dhe i ditën e funit të i thonë që jem nga mënona, për shemë dhe i me pa desh me votu vjoshën, ose kënda, mas pojë du të me kryu besim me një palë, o dash mu sjell mirë, me rëdë kënë të azomë, me ku, pa e kryu qeverinë. Mull me ta, me voni plan përbashkë, një projekt përbashkë, me diskutu budgetin e ka votu. Se ka marrë asë një amandament të kështë. Mas takimit me Abdigjikun shumë konstruktiv të dëllën. Një gani, kjo është dekori Kurtit. Bas takimit me Abdigjikun i tha, votat të tuja së më krymë punë. Shënë vjaftu shumë. Së më krymë punë, më tha si e rëndësishëm.